Përshëndetje, nëse thot një grua e divorcuar, është divorcuar, është mëkat të bashkëjetoj me një burr tjetër pa kurorëzim. Çështja e bashkëjetesës kemi në aspektin e shariatit edhe në aspektin që kuptohet tek kjo bota e përditshme, bota po quaj perëndimore. Në shariat, në momentin që ke nikah fetar, që shëlyp shariati, feja të shëlyp, edhe nëse nuk ke letër në komune, por në komune quhet që e rastit bashkëjetes, nuk prish punë. S'ka problem. A jam i qartë, mos në keq kuptani. Ke bo nikah islam, që duhet nikah, pastaj në komunë nuk ke shku me bo me letra, e ke lënë hajtë sot, hajtë nesër dhe kanë ikë javët, mujtë dhe vitet. Në këtë aspekt, jenë rregull me shariat, e ke burë të aman që ata dhe që e burë ka grua, që atë femër. Nëse është e sistemi jo islam, që nuk bëhet nikahi me fe, si pas rregullave të fesë, edhe shkon një mashkull pëlqet me një femën, edhe dalin me një banesë jetojnë bashkë, sallamadije sapi, që është e bëjnë për Evropë, ndodhë që të bëjnë edhe fëmijën mes vete, s'kanë dhe më thonë me shariat, nuk i plotësojnë kushtet për burrë e gru, që kjo bashkëjetes është haram. Edhe që ta fëmijë, edhe që kjo intimitet i tyne është zina, që ta fëmijë, stakfirullah, janë problem. Po du ta shtem në shprehje që ta randoj bisedën ose përgjigjen time. Prandaj ka njerë që s'ka bën pyesin shumë, pyetja ka rast kur thotë hoxha s'kom bën komune hala nikah, veç me te hoxha kom bën se kështu me nikah fetar, a janë rregull je. Edhe nëse në dokumentacionet shkruan ty, është të bashkëtu, domethënë në komunë aty me filan gruan, përderisa me shariat ke në aspektin fetar fëmijët janë to, intimiteti është halal çdo sen, pastaj ti duhesh edhe në komunë minësh letrat për arsye që më u trajtu taman me letra si burr e gru këta dytë. Ndoshta zgjata pak, po shpresoj që e keni kuptu. Allahu i ruajt.